Atëherë, siç e kam thënë dhe do ta gjeni në proceduropalet e mbledhjes së konferencës kryetare, jemi në një situatë atipike për historinë 35 vjeçare të kuvendit në Sedon, ku vetëm në 3 muajt e parë të punës së këtij kuvendi, dhe flas në fakt duhen ende për të bërë 3 muaj, në fakt se 3 muaj. Nga ana e grupeve parlamentare të opozitës ka ardhur një numër kërkesash mocioneve në debat 2 herë më e madhe se sa do thoja 4 vite të shkuara. Mocionet me debat natyrisht janë një instrument i parashikuar në rregulloren e kuvendit për një çështje të caktuar. Dhe sot na u kërkua të bëjmë një mocion me debat për buxhetin e shtetit. Pse them? Sepse të gjithë e dimë që në gjithë historinë e parlamentit, duke filluar nga 15 tetori, që është afati i depozitimit në kuvend të buxhetit të shtetit, kuvendi përfshihet ekskluzivisht në diskutimin e buxhetit dhe të paketës fiskale që shoqëron. Kur vjen dhe kërkon dua një mocion me debat për minimumin jetik, ndërkohë që ke duke diskutuar buxhetin, ndërkohë që e di fare mirë që ky është buxheti më i madh në histori, ky është buxheti më i madh në histori që ka brenda vetes edhe pjesën më të madhe që i ka alokuar në herë buxheti politikave sociale, 1.8 miliardë euro, janë pikërisht para që qeveria shqiptare i ka çuar për politikat natyrës sociale. Bie fjala jo vetëm për pensionet. Ky është buxheti që ka parashikuar rritjen më të madhe të pensioneve në 35 vite. Ky është buxheti që ka parashikuar edhe një rritje paga shumë domethënëse në sektor jetik të shoqërisë së vendit. Ky është buxheti që ka parashikuar për herë të parë edhe rritjen më të madhe të fondit të barnave të rimbursueshme me fokus veçantë tek barnat e onkologjikut. Dhe pastaj vjen dhe thua, unë dua dhe një debat tjetër për buxhetin, sepse është e njëjta çështje. Dhe unë në konferencë kryetare thash jam dakord. Jemi dakord për çdo lloj instrumenti apo mocioni me debat dhe në 2 ditët e dhëna për diskutim për buxhetin të jetë pjesë e debatit edhe kjo çështje. Pra, 98 treshi i rregullorës kuvendit thotë që kur kemi të bëjmë me të njëjtën çështje, ato bashkohen. Dhe jemi të gatshëm që ditën e mërkurë të bëhet edhe këtë diskutim. Ajo që dua të them para jush sot, dhe që e preka në konferencë kryetare. Ktu nuk kemi të bëjmë me një kërkesë që bëhet me qëllimin e mirë të mbajtjes së debatit. Ktu gjithë ky evazion kërkesash vjen me një qëllim të vetëm është të themi që bëjmë një kërkesë që në formë edhe u gjen një zgjidhje si të pranohet, themi që nuk na u pranua, të bëjmë një numër të caktuar kërkesash sa dhe e di kush që sa po u ulëm në konferencë kryetare, pa kishte ardhur kërkesë. Ne ishim mbledhur për një kërkesë, na erdhi edhe një kërkesë tjetër. Dhe unë e di, dhe po ja them sot, po ja them dhe publikut, to nuk janë kërkesa që duan t'i shqyrtojnë në kuvend. As seancë, as konferencë kryetare. To janë rendi ditës i foltores që do vendoset në bulevard. Këta duan që duke shkuar me kërkesat e kuvendi të bëjnë dhe rendin e ditës. Ta bëjnë rendin e tyre ditës se ne kohë për të humbur me ta nuk e. Një gjë e din shqiptarët fare mirë. Dhe e din shqiptarët prej shumë vitesh, që nga viti 1998. Një pjesë prej jush nuk ishin lindur. Në vitin 1998, kur kuvendi i Shqipërisë hiqte imunitetin e Sali Berishës, janë thirrë protesta. Kur sot prokuroria e posaçme i dorëzon më në fund pas një situate më qesharake nuk ka parë ndonjëherë që
shkonte sekretaria e kuvendit, siç pam nga njoftimet, shkonte zyra e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ti dorëzoi një zarf me një njoftim dhe sekretaria e grupit parlamentar të Partisë Demokratike thotë nuk e pranoj, apo shkonte selia e partisë dhe nuk e pranoj. Por megjithatë, kthehemi tek kronologjia historike. Në 1998 hiqe imuniteti, kishte protesta. Vim më vonë kur doni ju. Në vitin 2019 kur i hiqej viza amerikane, Partia Demokratike linte mandatet dhe shkonte në protestë. Vim më vonë në vitin 2023, kur përsëri nga drejtësia shqiptare merret një mas ndaj tij, prapë kemi protesta. Edhe sot, kur zotëria thirret si person që ka djeni, imagjinoni, një person që ka djeni. Të gjithë jemi thirrur në prokurori për të dhënë informacion mbi çështje që kemi djeni. Ka dhe kolegë të mit që shkojnë për çështje që janë on hetim, on në akuz, dhe këta dashnorët e drejtësisë së re, kur bie fjala për kërkesa ndaj kundërshtarëve, ta marrin dhe ta tundin kërkesën në sy. Dhe thonë, ku është filani? Pse nuk ka ardhur sot filani? Po ky filani që sot ka pirur. Protesta është e drejtë legjitime, demokratike, dhe nuk i hym këtij diskutimi, por ky është një diskutim që mendoj që e bën sot në mendjen e tij çdo qytetar shqiptar. Proteston kur të thirr ty drejtësia dhe kërkon protesta kundër atij që e ka thirrur drejtësia. Kjo është një hipokrizi që e dini si shkon fati këtyre. Fati këtyre dihet, zgjedhjet e radhës vijnë prapë dhe ti vazhdon thellon diferencën e humbjeve me humbjen paralele. Zoti Balla, qëndrojmë çik në kuvend se ju morët në bulevardin me spakun. Jo, unë ju informova për diskutimet në konferencë kryetare. Ideja është e vërtetë që ka i rumër të lartë si për komisionet hetimore, gjithashtu edhe për sa i përket mocioneve me debat. Por nga ana tjetër çdo konferencë kryetare, pas çdo konferencë ju dilni dhe gjeni çdo herë një arsye të ndryshme që nuk e pranoni. Jo, vërtet. Kushtetuta ju detyron për shembull për komisionet hetimore. E para është që në konferencë që kemi paktën të vërtetë në ato që themi dhe ju si gazetar. Në konferencën e kaluar kryetare nuk është vërtet kjo që thua, se kemi miratuar të dy kërkesat. Pra, në një pararendse, i kemi miratuar të dyja kërkesat për mocion debat me konsensus. Përgjigjja ime për pyetjen tuaj. Do të ketë debate për buxhetin, zoti Balla, apo do të kaloni direkt në votim siç ka ndodhur 2 muaj të fundit? Debati për buxhetin është miratuar me konsensus, kalendari është miratuar me konsensus, ja është përcaktuar që seanca fillon ditën e mërkurë në orën 10. Çdo deputet ka 10 minuta për të folur. Pjesa që lidhet me respektimin e rregullores kuvendit, me respektin reciprok, se dëgjova sot një prej përfaqësuesve të Partisë Demokratike, i cili ishte i shqetësuar për vendimarrjen e sekretariatit për etikën, votimin dhe procedurën e Kuvendit të Shqipërisë ndaj një deputeti. Unë mendoj që besoj që e bashkëndaj me secilin për jush rregulloria, kodi etikës nuk janë libra për të mos u marrë në konsiderat, po janë norma të cilat duhen respektuar. Kur një qytetari në Republikën e Shqipërisë i vendoset një gjobë për shkelje të normave të shpejtësisë, edhe ndaj një deputeti, duhet normat të respektohen. Kemi thënë që rregulloria e kuvendit është ligj për popullin. Fyerja, gjua me natyrë raciste, me bazë fyerjesh, me bazë gjinore nëse do, janë të papranueshme për rregulloren e kuvendit, dhe po ashtu kemi të bëjmë me një element recidivist i cili jo rastësisht se janë bërë shumë rastësi, por këtë duhet ta them. Dhe pyetja është edhe për ju dhe për publikun. Si ka mundësi që në 6 dhjetor
2022, kur në Shqipëri mbahet samiti Shqipëri bëhe i pari jashtë Bashkimit Evropian, jashtë Brukselit, Ballkani Perëndimor bëhe, mbahet në Tiranë, Tirana bëhet kryeqyteti i Europës, Sali Berishën e kemë protestë. Si ka mundësi të lutem? Dakord. Ma thuaj një. Po ma thuaj një. Ma dje që ta di se je në 2008 do të kesh qenë 12 vjeç. 13. Atëherë ka ndodhur një ngjarje e rëndë në 2008, në 15 mars 2008. Shpërtimi i korrupsionit shtetëror në përmasa të një tragjedie dhe një krimi shtetëror ku janë vrarë 26. Dhe Partia Socialiste ka marrë vendimin për të mos vijuar më protesta për shkak të samitit të NATO-s që zhvilloi në Bruksel. Paktën për këtë pjesë anë historike të gjërave më keni këtu, sa kohë që të më keni, u jap edhe xhevapin. Por sa i përket koincidencës, që nuk është koincidencë, në 6 dhjetor, thash 2022, zhvilloi samitin në Tiranë, kishte një protestë. Në 17 nëntor 2025, ditë historike për Shqipëri, ndërsa shënojmë dhe rekordin historik të një vendi që synon të antarësohet në Bashkimin Evropian. Sot përmbyllim edhe klasterin e 6, grup kapitullin e 6, hapet selia e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një moment historik i ndërruar që nga 1990, nëse doni, nga protesta studentëve duam Shqipërinë si gjithë Europa, dhe sot kej protestë, po ju e dini si u shkofati këtyre protestave. Zoti Balla, ju thoni që opozita po mban protesta kundër integrimit, ndërkohë nga ana tjetër opozita pretendon të kundërtën. Ajo ankohet se janë ngushtuar hapësirat në parlament, apo jepni ju një dorë si majorancë për radikalizimin e qëndrimit të opozitës? Duke refuzuar disa kërkesa mes tyre dhe komisionit të U vendi ka filluar normalisht jetën e vetë parlamentare në 18 shtator, ku ka qenë edhe themi seanca e parë. Seancat e tjera nga 12 shtatori janë seanca pa debat. Nga 18 shtatori në 17 nëntor, 2 muaj. Janë zhvilluar 40 orë debat në seancë plenare. 40 orë seancë në seancë plenare. Jo në komisione shpunë. Si mesatare 20 orë në muaj, është një prej mesatareve më të mira historikisht për kuvendin. Zoti Balla, çdo seancë është mbyllur pa lejuar diskutimin e ligjeve. Po pse gënjen? Jo, nuk gënjen. Jo, pse gënjen? Po pse gënjen? Jo, je duke gënjur publikisht, gënjeshtra në publik është e pavajshme. Po jo, se unë jam aty, mua më thua çdo gjë, po jo, të gjitha ligjet. E para është që jemi në një situatë ku kemi pasur mocionet, ku kemi pasur raport. Ju keni diskutuar vetëm për raport. Të lutem. Gënjeve merr përgjigje. Tani, nuk është e vërtetë. Unë po të jap një shifër. Dhe po të them, janë 40 orë debat për këtë baj përgjegjësi nëse. Dhe janë 40 orë debat. Llogarit 3 seanca në një muaj i bie 6 orë gjys 7 orë të paktën një seancë. Nuk ka pasur ndonjëherë kuvendi i Shqipërisë muaj me këtë mesatar. Jemi mbi mesatare normale të 35 vite. Kaq mjafton. Sa i përket asaj që thoni, informoheni kur të paktën, kur përballeni me mua, informohu se lutem. Kemi pasur debat për raportimin e institucionit. Me dakordsi të plotë, kemi përcaktuar orën e debatit. Është zhvilluar, janë miratuar dhe rezolutat përkatëse. Thuhet që janë ligjet e tjera pra. Natyrshëm që sa herë që ka një masë disiplinore ndaj deputeti nuk lejon sallë, historikisht në Kuvendin e Shqipërisë paktën 21 vite sa jam unë, majoranca ka marrë vendimin për të ndërprerë diskutimet edhe për të kaluar në votim. Por, merrni këto, verifikojeni këto që ju them unë. 2 muaj, 40 orë. Ka një element që është ja vej qërshin bitor, mbi atë që po them.
në 40 orë, edhe pse, opozita ka 2/3 e kuvendit, ne kemi në 2/5 e kuvendit, ne kemi 3/5, pra ata kanë 2/5, ne kemi 3/5, ata kanë 23 orë, ne kemi 7 orë. Pra, edhe në përqindje kohe, është dhe unë jam partizan, me që kemi sot dhe ditën e shihimit Tiranës, jam partizan i mendimit se opozita duhet ketë më shumë kohë në kuvend dhe është normal. Por duhet të debatoj për gjëra. Në vijim të pyetjeve të dy kolegave të fundit, në cilin nen të rregullores shkruhet që për një deklaratë të bërë nga një deputet jashtë sallës së parlamenti ndërpritet dhe pjesa e dytë e pyetjes ka pasur ndonjë precedent. Ma sillni një kod etike t'ja lexoj çik. Jo, të rregullores. A ka pasur ndonjë precedent të mëparshëm që seanca të jetë ndërprerë për një rast të ngjashëm? Atëherë. Neli 6. I kodit etikës, ja të lexoj. Nuk pyeta për rregullorin gjithsesi. Okej, se do të thosh sa gjëra. Po pra, Neni 6, gaboj fut. Gjua jo parlamentare dhe diskriminuese. Përdorimin kuvendi gjuhës pajishme, fyse dhe kërcënuese, ofendime, sulme fizike. Pastaj thot, pika 2, deputeti në gjithë jetën e vet parlamentare. Nga kamera të Falë. Deputeti i ndalohet të përdorë një gjuhë të shprehur e cila nxit urrëtien e bazës të racës, gjinisë, moshës, origjinës kombëtare. Bazuar në këtë nen kod etikës, ka një nen rregullor kuvendit që i referohet kësaj. Dhe e kemi shtuar në ndryshimet që kemi bërë në 2019, pikërisht për të hapur një faqe të re të sjelljes së deputetit dhe mendoj që gjitha përpjekjet që po bëhen në këtë legislaturë janë përpjekjet që ta bëjnë deputetin e Kuvendit të Shqipërisë dhe Kuvendin e Shqipërisë deputetin e Shqipërisë Europiane. Zoti Balla, duke vijuar në këtë pyetje. Ta marr pas Jo, intervistës. Kam dorë të zëra. Merë se ke këtë dorë. Duke qëndruar te këto pyetje, ju përmendet debatin vetëm për sa i përket raporteve të institucioneve të tjera, të drejtësisë, ku ju nuk bëhet asnjë pyetje pas nuk ishte të interesuar për asgjë, sidomos ndaj spakut. Bën pyetje vetëm opozita. Ndërkohë për sa i përket llogarisë që mund duhet t'jap qeveria, programi politik, ministrat u kaluan pas një debat. Sepse vendoset ju majoranca, ku nuk do të vendosë majoranca për kryetari i kuvendit. Keqardhje e madhe, megjithatë nuk është e vërtet që s'kemi bërë pyetje, ne kemi bërë pyetjet tona të gjitha në komision. Pra, ju jeni të dëshmitar të transmetimeve live dhe mirënjohje pafund gjitha televizioneve, sepse jemi ndër të vetmet vende që japim kaq hapësirë dhe është gjë e mirë. Në komisione, të gjithë deputetët e Partisë Socialiste, të dy komisioneve përgjithëse, qoftë komisioni për nisma qytetare, qoftë komisioni për çështje ligjore, të gjithë deputetët kanë bërë pyetjet e tyre. Dhe në vlerësimin tim, kjo është gjë e duhur që bëhet në respekt edhe të kohës parlamentare, sepse fryma e rregullores kuvendit thotë në seancë diskutohet rezoluta. Pra ne mblidhemi në seancë për diskutuar rezolutën që na e ka sjellë komisioni. Kjo shpikje që kemi ne, jemi i vetmi parlament që dublojmë punën në komision me punën në seancë, duhet marrë një zgjedhje si në të gjitha parlamentet. Kam dëgjuar shpesh dhe element tjetër që duhet ta ndaj sot me ju, me qytetarët. Kam dëgjuar çështjen e komisioneve hetimore. Dhe madje kam dëgjuar edhe prej jush, po edhe prej kolegëve të opozitës, që thonë që kjo nuk ndodh në asnjë parlament. Për ta ditur, edhe për hulumtim të Shqipëria ka marrë si formë ligjin për komisionet hetimore të Bundestagut gjerman, të Gjermanisë. Edhe në fakt edhe përqasjen që kemi dashur t'ja japim në kushtetut komisionet hetimore. Në Bundestagun gjerman, mbaj mend para pak muajsh, ndoshta 2 vite,
është refuzuar një komision hetimor parlamentar i kërkuar nga CDU-CSU në opozitë në atë kohë për kryeministrin kancelarin Scholz. Së fundmi, para pak javësh, muajsh, në korrik në mos gaboj, u refuzua përsëri një komision hetimor i ardhur tani nga opozita aktuale në mos gaboj nga Alianca për Gjermani. Pra, e vërteta është që edhe këto instrumente parlamentare, siç janë komisionet hetimore. Ata marrin ndaj kopjet kushtetutës ta lexojnë? Patjetër se ti ushtron të drejtën e jesh gjykata kushtetuese dhe nuk ka liri më të madhe se sa një gazetar pretendon që është gjykata kushtetuese. Kjo është kulmi i lirisë. Megjithatë, unë i referohem shembujve. Dhe shembulli më kuptim plot është rasti i Bundestagut. Megjithatë, edhe në rastet në fjalë, të gjitha këto le themi debate mbi të drejtën e një pale kundër të drejtës së një pale mund të adresohen dhe të zgjidhen përsëri në gjykatë kushtetuese. E vërteta është që në Shqipëri gjykata kushtetuese është kthyer në një gjykatë fakti ku për çdo gjë shkohet gjykatë kushtetuese, por unë i përshëndes dhe i falenderoj anëtarët e gjykatës kushtetuese që i kanë pranuar gjitha këto kërkesa dhe i marrin shpërthim. Faleminderit.